Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas akuzave për drogë, gjykata australiane jep vendimin për gruan e Elvis Pupës. Gjykata e Magjistraturës Adelaide ka vendosur të pushojë njërin nga akuzat ndaj terapistes dhe influencueses shqiptare, Belina Pupa, për kultivimin e një sasie droge të kontrolluar. Sipas dokumenteve gjyqësore, akuza për kultivimin e 43 bimëve kanabis në një pronë në Ascot Park nuk do të vazhdohet më, duke nënkuptuar se nuk ka asnjë vendim për fajësi apo dënim në këtë drejtim. Megjithatë, çështja e dytë që lidhet me ndërhyrjen e paautorizuar në furnizimin elektrik mbetet ende në proces dhe është shtyrë për seancën e datës 25 nëntor 2025 në gjykatën e Adelaides. Sipas dokumenteve, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur gjatë periudhës 1 janar deri më 4 prill 2025. Bëhet fjalë për një pronë të dhënë me qira, por që është me emrin tim, u shpreh gruaja e Elvis Pupës. Gjyqi mbahet për pasqyrimin e fakteve dhe nuk mund të dënohem për diçka që nuk e kam bërë, tregon ajo. Ndërkohë, nga ana tjetër, dhe Elvis Pupa është shprehur duke thënë: "Jam i detyruar të reagoj pas lajmeve të pavërteta dhe keqadashëse që qarkullojnë për faktin e arrestimit tim. Sa i përket çdo përpjekje për të paraqitur këtë situatë ndryshe është një manipulim i pastër", u shpreh ai duke mohuar çdo akuzë.